Mirë po do të... Aq ka pasivitet madh të zonit opozitar, sa që kjo mungesë, mbase po inkurajon Kurtin zoti Avdiu që të kërkoj 60% vota, të kërkoj 70% me argumentin që po me bllokoj, nuk po më lën me punu. Unë thash, është absurde me 51% votave mos me mbajtje Normalisht konsolidu institucionet. Jemi në realitetin... Edhe 60% kur të ketë, mbase nuk do i ketë, po edhe po të ketë 60%, ai do kërkoj të ketë 70%. Do thënë, është një politikan populist, do të thonë i cili përveç retorikës nuk ka përmbajtje, do të thonë i kushtohet shumë rëndësi formës, po jo përmbajtjes, dhe gjithçka që bëhet vetëm për të ruajtë fuqin elektorale që ka, për ndryshe Kosova prej qeverisjes vetëvendosjes ka regres të madh, ka ngjecje të madhe dhe thjesht kam një shqetësim për perspektiven e këtij vendi. Unë jam i sigurt se ne do ta gjejmë rrugën e daljes nga ky impas në cilën domethënë jemi futur, por që dërgoj se do të punohemi. Konsekuencat janë do të punohet bukur shumë të vërejshme për të rikthyer, domethënë dhe për të në një dinamik të zhvillimit edhe të afrimit me shtetet në rajon. Sa i përket deklaratë kërkesës së kancelarit Merz, po është një hap i mirë që bën Gjermania, sepse Gjermania është... Një gjë pa prishme që ndodhi, e prishme mbase për shkak të rendit gjeopolitik të ri. Është shteti më influencues në Evropë dhe është për të përshëndetur, sepse unë gjithmonë kam insistuar që integrimi i vendeve të regionit të bëhet në blok, duke pas parasysh procesin e vendimores në vendet e Bashkimit Evropian, dhe është mirë që të paktën ne të afrohemi, sepse ne kemi ngjitur shtetet përreth na kanë kriju një distancë në raport me vendet e Bashkimit Evropian, në raport me ne kemi ngjitur bukur shumë, nuk kemi mund domethënë që të ndjekim hapat e kërkuar dhe të plotësojmë kriteret e kërkuara nga Kosova, po merret aktualisht me vetveten. Dhe kjo është keq, po them aktualisht Kosova është në një impas nga i cili domosdoshmërisht duhet dilet dhe për daljen e tij. Si të dalë? Sipas jush në përvojën tuaj, si të dalë? Duhet të ndërtohet një konsenzus politik. Me këtë kurs që përfason sot zoti Hamza, me këtë kurs që përfason sot zoti Abdigjiku, tjerë, të cilët për të vlerësimit që mbajnë për një qeveri si zoti Kurti, thonë nga mëngjesi darkë se ky po shkatron vendin për mbrana e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ndërkohë të nesërmen, të njëjtit lider shkojnë e takojnë me zotin Kurti duke pa si partner të mundshëm. A kanë tregimin e qartë opozita se bën e ç'po bën me zotin Kurti? Po më do të prapë ta përsërish atë partneriteti është ndjeshmërinë e klasës politike. Sepse domosdoshmërisht për disa çështje duhet të ndërtohet një konsensus politik i pozitës dhe i opozitës. Po thonë, kur është interesi i shtetit dhe kur është interesi i vendit. Po thonë me zotin Kurti, nuk po arrim. Unë jam i thënë asaj që duhet të komunikohet. Vlerësojnë se figura e tij është ndruar në goditje të çdo të arritur, në goditje të konsensusit, të kompromisit. Dhe në mbrëmje ose të nesërmen shkojnë e takohen. Sikur të ndjehen me katarë se ç'po bëjnë në gjithë këtë periudhë ciklike të 2 viteve të fundit. Jo, nuk ka kritikat thonë kështu. Zëri opozitor do të jetë më i fuqishëm. A do duhet të ishte shumë? Duhet të jetë. Po edhe shoqëria civile, edhe gjithë shoqëria do të reagojë ndaj kësaj forme të qeverisjes. Sepse vendi është duke u varfruar, vendi është duke u izoluar. Do të raportet njerëzore janë në kolm të tensionuara. Dhe unë këtu e shoh që është investim i madh që e bojnë edhe në Serbia, e cila don që Kosovën ta shën këtë gjendje, e cila don me çdo kusht që të arsyetoj atë qëndrimin e saj permanent para bashkisë ndërkombëtare se shqiptarët e Kosovës nuk janë në gjendje që të bëjnë shtet dhe se Kosova nuk është shtet ose është shtet i rem, ata përpiqen me çdo kusht që ta bëjnë jo funksional shtetin e Kosovës dhe fatkeqësisht sot shteti i Kosovës nuk është funksional. Ka pas
rastet të shkeljive drastike dhe të kushtetutës dhe nuk ka shku askush në përgjithësi. Ka abuzimet të mëdha, dhe abuzimet përpiqen që t'ju atribuhen qeverive para 6 viteve. 20 miliard budget, 6 vite në qeveri. Gjitha raportet, unë s'ponisëm nga deklarimet politike, unë të referohem raporteve... Flasim për arkiv tani, qoftë raporteve të auditorit, qoftë raporteve të organizatave ndërkombëtare, shifet që në Kosova po jeton me një ambient mjaft korruptiv dhe që gjithë ajo mbulohet duke i akuzuar qeveritë para 20 vjetëve. Të ky narracioni 20 vjetë nuk është punu asgjë, është një konstruksion shumë i paqëndrueshëm, por që këta po e mbajnë trend në vazhdimsi me një propagandë, me një ushtri të madhe në rrjetet sociale, se sot fatkeqësisht po jetojmë në atë kohë kur rrjetet sociale po krijojnë opinion, sidomos në shoqërinë tonë, dhe dohet mbase edhe Këshilli i pavarur mediave të jetë më aktiv në mënyrë që të ketë të vijet një kontroll ndaj këtij diskursi shumë të vrasë, sepse etiketat e denigrimeve, shpifjeve qarkullojnë shumë lirshëm. Masovikisht militojnë grupe gati në ndryshime si janë të inxhinieruara, zotë Avdiu, duke goditur figurat e herojtë e këtij vendi. Ata që janë nuk janë mesin tonë, dëshmor kombi, edhe ata që janë mesin tonë. Një prej misioneve destruktive që kanë, domethënë ata njerëz edhe që lansojnë armisht e Kosovës, është ajo që të denigrohet dhe të devalorizohet ose të devalvohet lufta çlirimtare. Lufta çlirimtare dhe ushtria çlirimtare e Kosovës është vlera më e madhe që e ka kumbi ynë. Është arritura më e madhe që ka bërë kumbi ynë pas vitit 1912, sepse është arritur që fal sakrificës së saj, fal heroizmit dhe vendosmërisë, që ne të arrijmë lirinë, ta involvojmë bashkinë ndërkombëtare që të na ndihmojë të zhlirohemi nga një okupator mizor dhe shakullor. Dhe tani, kur I kemi krijuar gjitha premisat që ne të ecim, sepse kemi kapacitete, ne jemi këmbë edhe I ri, edhe ndërmarrës, edhe punëtor, po që duhet vetëm të hapet rruga. Duhet ai organizim I cili është ngritur me mundim të madh, organizimi shtetënor, drujse ka filluar të shturret, sepse prej krerëve të vendit e deri te gjitha agjenciat e pavarura, shumë në institucione tjera janë duke vepruar me ushtrues detyre. Të më thonë, kush nuk përzitet për këtë? Ne kjo mund të po të ndodhte kjo në kohën tuaj, zoti Avdiu?